Salamu alaikum, dhikri a është ma sevap të bëhet me gishta apo me tesbih? Aleikum salam. Ma sevap është më bë me gishta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se çdo pjesë e trupit do të flet për ibadetin ose për mëkatet të cilat i ka bën i Zoti aty në pjesëve të trupit. Edhe për gishtat ka thonë ato thotë do të flasin këto pjesë të gishtave ku bëhet dhikri. Do të flasin ditë kiametit, do të dëshmojnë për ty se ke qenë i devotshëm, ke bërë dhikr, ke përmend Allahun. Prandaj nuk duhet ta humbim këtë shans, por ti bëjmë tesbih me apo dhikrin ta bëjmë me tesbih, a është ndaluar, nuk është ndaluar. Mendoj që edhe bidat nuk është. Allahu dhe mas miri, por ato janë thjesht një mjet i cili nuk madhrohet, nuk si thamë, nuk e konsiderojmë si të shajt. Thjesht janë rruza apo i quaj kështu, të cilat i numëron njeriu tesbihët e vet ose ato tesbihët elektronike. Edhe kjo është e lejuar. Ka raste kur stimulon kjo dhe e iman men e tjera. Unë e di atë mendimin që s'ka lidhje timi numëru me rëndësia Allahu i di. Po ka raste kur neve stimulohemi kur e dim që kena bën 100 euro ose 1000 euro ose them që është e lejuar pa problem. E rëndësishme mos me bë debat, mos mu përqa dhe mos me urrejt, as mos me akuzun një tjetrën për bidatxhi, për shkak të përdorjes së tesbihëve elektronik ose me rruza, s'ka problem. Ma mira, sidomos dhikri i tesbihit mas namazit, ma mirë është më bë me gishta. Të lejuara janë edhe tesbihët thash dhe po përsëris, e rëndësishme mos akuzoni njëri tjetrin, as mos u përqani, mundoni me arrit më të mirën të mundshme edhe me pasu sunetin, por pa urrejtje dhe përqanie.